shqiptar duhet me kuptua, me hir pa hir, me dash, të paktën ai ka thonë, i ka nxjerrë në media i vetmi person. Tjetër gjë se njerëzit çfarë mendojnë mrapa ose disa gjëra domthonjë që ndoshta i ka rritua zgjedhja e fundit që bani Berisha, i ka rritua edhe demokrat vetë ju, se e bani vetëm me një zgjedhje. Gjithë Shqipëria e din se kushdo me pas qenë vetëm me hy fals në fushat me Berisha do kishte fituar. Dhe kishte fituar zgjedhjet sekretari i Partisë Demokratike. Jo, mirë që nuk e shkroi rilindja ato. Ja vendosë ripërtërritje. Dakor, ashtu duket. Ashtu duket në vërtet, ashtu duket. Nëse Dakor, unë e kuptoj. Si parem demokracia duket ashtu. Unë e kuptoj qasjen tuaj për demokratit është shumë e drejtë, por ajo që unë sjell si argument ka të bëjë me faktin që janë një grup personash politik ose kjo kastë politike, e cila tashmë duket qartë që e ka kapur për fyti Shqipërinë, së bashku me oligarkët rreth tyre, dhe këta oligarkë janë ushqyer që nga periudha e qeverisjes Berisha dhe më pas i morin gjirin e tij Edi Rama. Dhe tashmë kemi thjesht këtë lloj kaste oligarkësh, politikanësh dhe në rastin e medias që u shkon nga pas, që ka kapur për fyti vendin. Dhe ky është thelbi i gjithë protestës në ditët e sotme, që Shqipëria duhet të çlirohet nga kjo lloj kapje. 1000% dakord me ty. Edhe unë sikur të isha aty sot do visha në demonstrat, në proteste dhe do flisja edhe ngrisha zonën. 100% jam dakord me ty, 1000%. Shqipëria është uzurpuar nga një elit, domethënë. Këto dy parti kanë qenë edhe ai tjetri që është në burg. Partia e Ilirmes që e nxori jashtë ligji Edi, ta them sinqerisht, unë jam demokrat, po jap kredit Edi Ramës. Jap kredit Edi Ramës dhe unë kam dënu prej momentit parë, domethënë aliancat se një prej arsyeve ku Shqipëria sot është në këtë gjendje është Partia e Ilirmes. Partia e Ilirmes, domethënë që ka luajtur atë rolin e trojës në Shqipëri, domethënë që për çdo moment kur ka qenë momentet historike, ai ka ndryshuar, i ka lëviz ato pozicionet e tij, herë me Partinë Demokratike, herë me Partinë Socialiste, pastaj prapë me Partinë Demokratike, edhe i shoh që Partia Demokratike akoma, sepse politika në Shqipëri është si biznes dhe jo si e mirë e përbashkët, apo që të reflektoj të mirën e përbashkët shoqërisë, pra, apo që ndërtoj politikat atilla për të dhënë një jetë më të mirë shqiptarëve. Exact. Kanë përfituar oligarkët, e kanë pronësuar, si më thon, Shqipëri një 10 veta, 20 veta domon. Njëtën gjë domon kur ka qenë Partia Demokratike, ata njerëz kanë qenë që kanë bërë biznes. Ka Partia Socialiste ka pas nevojë edhe ai me bërë biznes, kuptimin e fjalës, i kanë interesu ato para që ka marrë Edi Rama për ato punë që ka dhënë se i kanë dashur për fushatën, edhe tash rinia kanë kuptuar. E kanë kuptuar domethënë që nuk mundesh me shku vende, domethënë me qenë uzurpuar nga një elit që rrit në pushtet me zor, me intimidim, domethënë dihet fakti Edi Rama thotë ka marrë 800.000 shqiptarë. Garantoj që nëse votat bëhen të lira në Shqipëri, Edi Rama nuk merr më shumë se sa 400.000, 500.000. I merr vetëm ato që kanë qenë socialista në vitin 90, domethënë që kanë qenë me shpirt edhe me testa partije. Pjesa tjetër nuk e ka votën. Ja kanë dhënë votën ata që janë administratë, se kanë qenë të intimiduar, kanë qenë në presion, ja kanë dhënë votën policia, ata njerëz që punojnë për Edi Ramën, edhe ata familjarët e tyre se kanë pas frikë se në atë moment që ata nuk e japin votën do hiqen nga puna. Edhe rinia kupton, rinia këta që kanë dalë në shesh e din se ndoshta baba e tyre punon për Edi Ramën, edhe din se në gjuhën teatrin e vet në shtëpi se si janë të intimiduar nga Edi Rama, nga qeveria e tij. Ai mendon se njerëzit janë dele origjinal, sikurse mendonte në kohën e Ramizalis, domthonjë që thanë dule një grup rrugash dhe një grup studentës. Rinia i kupton të gjëra, rinia i shef
po në një moment vjen momenti që ata do vlojnë, do kërsasin, se ai që ka dalë në rrugë ka ndoshta babën, ka nënën, ka kushërinën, ka hallën, tezën në administrat. Se shumica e Tiranës është administrat e Rams. Po kështu edhe rreth e tjerë. Nuk ka asnjë lloj sektori tjetër përveç administratës në Shqipëri dhe pleqë pensionista. Kjo është domosdoshmë që rinia sot arrin me kuptue edhe pranaj dalë në rrugë. Nuk jam dakord që nuk thonë që të bashkohem gjithë, po nuk dom thot forca politike, nuk e dom Partinë Demokratike në sepse ka treguar pra, ky është gjithë thelbi. Nuk e ka treguar, e ka treguar Partia Demokratike që është po e njëjta me Partinë Socialiste, Berisha është po i njëjtë si Edi Rama, kështu që në këtë mënyrë Berisha nuk është Berisha nuk është Partia Demokratike. Partia Demokratike jena unë, ti, ata njerëz që besojnë te idealet. Po s'ka pyetur për Berisha. Po s'ka pyetur për demokratët Berisha. Nuk ka pyet, nëse ti thu nuk ka pyet, unë them që ka pyet se demokratë domon votojnë. E nëse gjithë demokratë janë ashtu që të mos hyjmë në një debat mbi problemet e Partisë Demokratike, mbetemi te protesta, sepse Partia Demokratike tashmë i ka treguar edhe në zgjedhjet e fundit se çfarë përfaqëson. Por mbetemi te protesta. Si mendoni, a është kjo një protestë e sinqertë apo ka një dorë që e menaxhon nga pas këtë protestë dhe që të rit në këtë rast janë thjesht levat, po themi, që çohen përpara nga grupet caktuara? Pa marrë parasysh a ka njerëz nga mrapa ose nga para, unë besoj se protesta është mëse e domosdoshme, ka qenë domosdoshme dhe duhet me qenë domon e qëndrueshme që mos mira asnjë lloj momenti, domon derisa ta rrëzojnë përfundimisht qeverinë aktuale të shkojnë në zgjedhje. Kjo është mendimi im. Problemi është se nëse nuk përshkallëzohen, nëse ata nuk krijojnë një formacion politik që me një përfaqësim, mu më duket se protesta ka përshku në degradim edhe ka përfunduar një lloj sikurse përfundoi në Beograd. Milion arsye, me tiranit domon arsyet se pse janë ata njerëz aty në shesh, ata e dinë më mirë se sa unë që jetoj jashtë shtetit, domon, por me tirani domon janë të paktën një 1 milion arsye pse ata njerëz do të më dalë. Vetëm një fakt po ta marrë që ajo parti që është sot në pushtet. Kosova ka humbë me mira njerëz. Luftë me Serbinë, ka humbë toka, ka humbë domon po flas me sheku kena qenë luftë me serbt. Me luftën e Kosovës në 98-ën, edhe partia që është sot në parlament, që ka shumicën që thot Edi Rama kam 81 deputet, nuk e ka votuar genocidin që ka bërë Serbia në Kosovë. Domthon kjo është partia që kena sot në pushtet. Ai dele thot kam 35 vjetorin. Kështu që sa gjasa ka që të bjerë Edi Rama në këto kushte? Në të kushte, Edi Rama, unë po them se një lloj sikurse herët e tjera, domon ai vetëm po bën cirk, nëse nuk përshkallëzohet, me masa të tjera protesta, unë më duket, nuk inshallah jam gabim, më duket që kjo protestë ka për të benit edhe nuk ka për zgjedhje asgjë gjë. Pasi nuk kanë formacion politik, nuk kanë një përfaqësim. Nëse se ke bërë formacion politik, nxjerr një përfaqësim, nxjerr 10 veta, 5 veta që ti beson që kanë me të përfaqësu ty, nëse nuk janë ata, nxjerr disa tjerë, se këto prodhon proteste. Po nëse i nxjerrin ata, shkon ai blen Edi Rama. Po tash këta janë shqiptarët atëherë bardhë, unë nuk e di se na nuk mundem me marr njerëz me importu nga jashtë shteti, i blen tash. Nëse ti përfaqëson ata njerëz që kanë dalë në rrugë, nuk më qenë se Azem Hajdari kur doli ju dha garant në 90-ën se këta ndoshta nuk e din ta brezin që janë sot në rrugë. I garantoj Azem Hajdari i garantove studentët i tha unë i jap 2 fëmijët e mi. Po dha atëherë menaxhimi i pushtetit, dha atëherë menaxhimi i kalimit pushtetit ishte, nuk ishte rënje diktaturës. Po kjo tashmë është e kuptueshme.
Bardë, nuk mundesh me thonë që Shqipëria është nuk ka pse sot vetëm shihet ti mediat janë ti je media lirë. Në diktaturë ti s'ke mujt me bë këtë lloj media. A kupton, nuk është Shqipëria diktaturë, nuk është një formë. Po themi që është në lloj situate. E kisha në kontekstin që edhe në rastin e diktaturës, pra në vitet 90, ishte menaxhimi i kalimit pushtetit nga komunistët tek po themi ajo përfaqësi që menaxhoi vetë pushteti për t'i kaluar më pas pushteti atyre. Pra, komunistët u bën antikomunistët më të mëdhej dhe kemi këtë produkt që kemi deri më sot. Kjo është e gjithë çështja. Pra, nëse do kemi kalim pushtetit ashtu siç ka ndodhur në 90-ën, pra ku të persekutuarit dhe ata që kishin vuajtur nuk u vendosën përballë xhelatëve të tyre për t'u treguar vendin në kuptimin që këta të fundit mbanin përgjegjësi, e kemi parë se çfarë ka ndodhur në 35 vite apo jo. Ku vazhdohet akoma ka nostalgji për enverizmin. Jo, deri më mirë se jetoni atje Bardhe, unë kam marrë në Shqipëri, kam vizituar Shqipërinë vërtet, e dini më mirë situatën e gjendën që është Shqipëri, por unë du me thonë një gjë që nëse nuk përshkallëzohet, nëse nuk dalin me një përfaqësim politik prap ligji kushtetuta e Shqipërisë është që nëse qeveria abzohet, do shkojnë në zgjedhje dhe për forcat politike që janë të regjistruar dhe që kanë përkrahje, po flas janë 56 parti që janë në Shqipëri, domethënë që kanë ndoshta një farë elektorati. Pra ata do votojnë prap. Prap ta njerëz kanë përvotuar, demokrat kanë përvotuar Partinë Demokratike, socialistët Partinë Socialiste, ata të tjerë do shkojnë ke Qorri, ke Shehaj, ke kush janë ato, gjithë ato kryetarët e partive domethënë që përfaqësojnë atë elektoratin e tyre. Edhe dihet zgjedhjet e fundit sa morën këto partitë e vogla, përveç se Partisë Demokratike ose Partisë Socialiste. Kështu që ku do të shkojnë, si do të shkojnë në si më thonë në atë borbullën ku këta protestuesit dalin për këto parti kanë për të votuar, domethënë kanë për të votuar ose partinë e tyre që të jenë të përfaqësuar nga një parti ose nga një formacion politik. Kështu që ne flasim sa dush, unë e ti bëjmë intervista, bëjmë gjëra, por në fundit numërohet në demokraci, numërohet vota. Nëse ti ke nevojë me të përfaqësuar dikush, atë do të zgjedh formacionin politik që të përfaqëson densisht për atë çka ke dalë në rrugë.